Visar Beqaj, 9-vjeçari nga Dinosha, po rrëmben në zemrat e publikut me zërin e tij të veçantë dhe talentin e lindur. Si pjesë e grupit kulturor SHK Koha, ai po përfaqëson me krenari Malsin. Së fundmi, Visari u ftua nga presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj për të performuar në Tiranë me rastin e një qershorit, një ngjarje që vuri në qendër të vëmendjes talentin e tij. Raporti gazetares Vera Gojçaj. Nisin e përbot, unë prisja në masi, me zi predstavi dhe ta përqafoj me madhe dashuri. Sot ishim në një nga shtëpit ku tradita ruhet me dashuri dhe pasion në Dinosh për të takuar një djalosh të vogël por me zë të madh, Visar Beqaj. Vetëm 9 vjeç, por tashmë njohur në botën e muzikës folklorike. Ai ka marrë pjesë në festivale të rëndësishme, ka performuar para figurave të larta shtetërore, përfshirë presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj dhe mbi të gjitha është një shembull i rrallë për dashurinë ndaj kulturës sonë. Po ai më ftoi sepse kur e ftuan për ftesën në Tuzë, me pa i duke kënduar dhe ai mendoi se unë këndoj shumë bukur dhe pastaj më thirrri në Tiranë. Para 3 vitesh, Visar Beqaj ishte pjesë e një festivali madhështor në Shkodër, ku spikati me interpretimin e tij duke dëshmuar që në moshë të vogël talentin që po zhvillohet dita ditës. Unë në festivalin e Shqipërisë jam prezantuar me këngën Kënga jonë është krenari. Muzikën më ka bërë Nikolnik Prelaj, kurse tekstin Ramazan Çekaj. Tani, në atë festival, sa keni marrë pjesë, a mund të dish për afërsitë, pavarësisht se ti ke qenë shumë i vogël, ndoshta nuk e mban mend? Rreth 20 veta. Dhe kënga është pritur shumë mirë, apo jo? Po. Visar, pak parë me tregove që merresh dhe me futboll. Si ja bën edhe shkollën, me qenë se je edhe nxënës i mirë, edhe futbollin, por edhe muzikën? Mirë të gjitha. Bravo. Në këto koncertet cilat të kemi parë dhe kemi qenë prezente dhe ku të kemi ndjekur, ke qenë edhe i veshur në rrobë kombëtare. Tani nga ti dua të di se sa të pëlqejnë rrobat kombëtare. Mua më pëlqejnë shumë sepse kanë shumë ngjyra të bukura dhe janë që me vite shumë. Visari shkon dhe në shkollë si dhe sport. Në orët e vona të natës punon me babin e vet në studio, aty ku krijojnë dhe këngët. Ku në një kohë ku shumë të rinj ndjekin ritme moderne, Visari ka zgjedhur të ecë në një udhë tjetër, në udhën e këngëve të vjetra të trashëgimisë sonë kulturore. Ai është një shembull i rrallë për moshën e tij, një djalosh që këndon me shpirt, me dinitet dhe me krenari.